Avokat, se Bashkimi Evropian nuk kupton edhe të drejta edhe detyrime. ku është opozita këtu, se duke sigurisht si në kurs, sa merr veten për një kauz, Rama i nxjerr një tjetër, tani ka ja dy ditë që merret me diellën, a duhet jetë apo s'duhet jetë. Pra, tani do merret me thethin, nuk i ngjelet, nuk është se po shpik vetë diçka, një kauz apo një mthet tash, por është gjithmonë pas. Apo ka bërë? Mua më vjen keq që ne merremi me opozitën dhe nuk merremi me qeverinë. Pse them këtë gjë? Ne vim sigurisht nga familje tradicionale. Kur dikush i vogël bënte një gabim, e gjithë shtëpia, një gabim të vogël, e gjithë shtëpia u skuqte. Njerëzit, tradita, vlerat. Sot Partia Socialiste ka mbi barrën e saj hajdut. S'mund thuhet nuk skuqet. Ata të cilët kanë dalë, nuk them emra, po kuptohet me vendim të formës prerë. Hajdut. Ata që akoma nuk janë certifikuar, nuk i themi emrat, po themi që Partia Socialiste është kapur me hajdut në flagrancë. Tani dikush do vitë më thot, po kapur nga një qeveri, më fal, në një pushtet gjyqësor i pavarur. Tani, këtu ha diskutim, ku ka qenë i pavarur, si ka qenë i pavarur, ka lejuar ty të vjedhësh majtas djathtas dhe në fund fare ka thënë që është i pavarur. Këtu është histori tjetër, mos u fut këtu. Por, çfarë ndodh? Në atë kohë, njerëzit edhe kur dëgjojnë që dikush ishte hajdut, ishte edhe pak problem se thoje shiko, nuk mund të shoqërojmë një person të tillë. Sot hajduti në Partinë Socialiste ka vlerat sikur është një person i cili ka kompetencë më të madhe. Jo më kriminali te i kalon hajdutin. Dhe të gjithë këta individ, çfarë bën? Mbledhin votën për Partinë Socialiste. Ky nuk është një thashë them, nuk është opinion. Është për ata të cilët kuptojnë që Partia Socialiste ka ikur nga shinat e asaj që ne themi familjes tradicionale shqiptare, që kur kishte një problem në shtëpi, në shoqëri ju skuqte fytyra, për shkak të dinjitetit, për shkak të vlerave, për shkak të personalitetit në shoqëri. Ju e dini që ka njerëz që kanë vrarë veten e tyre për arsye që njerëzit rreth, ky është gabim, po ta themi në aspektin që kanë vrarë veten e tyre sepse rrethi shoqëror i kanë ndëshkuar për diçka që është bërë. Që sot është fakt konkret, qeshin, zgërdhien, mbështesin, duartrokisin, hajdutët, përdhënuesit, ata të cilët bënin masakrat jashtë shtetit, vinin këtu edhe u bënin politikan. Dhe megjithatë, nuk kanë cip, nuk kanë fytyrë. E kupton çfarë duhet të dallojnë? Dy gjëra të ndryshme që sot ju i pat në parlament u kënaqën që më votuan kryetarin Klyshin e radhës kryeparlamentar. Pra, ju e kuptoni në cilën situatë ndodhet një subjekt politik që krenohet me hajdutët, me të korruptuarit të vetë, se vetë i ka vërtetuar këtë gjëra. Vetë e ka pranuar si fakt, nuk është se po shpifim, nuk është se po them diçka të padrejtë, po pak cip nuk kanë socialistët që duan Partinë Socialiste, pak, nuk ka nevojë të kesh shumë. Pak. Avokat, megjithatë, aty ku duket sikur s'do ketë nevojë për opozitën, kjo shumicë, Rama në gjatë asamblesë me objektivin që vendosi për parlamentin ndryshe, pra shkurtimit numrit në 101, sikur i dha një sinjal Berishës që mund bëjë një tjetër 2008 në kurrizit e tyre partive të vogla. Pra do ta gjejnë gjuhën e përbashkët. Në politik, unë nuk jam si ata kolegët e mi, të cilët futen në politikë dhe them prallat e popullit shqiptar. Unë e kam thënë vazhdimisht tek qytetarët që në politikë ka marrëveshja, ka pakt, ka konsensus, ka debat,
sepse prandaj roli politikës është të krijosh debat dhe të kesh kundërshtar, jo armiq. Kundërshtar. Se kemi mendime të ndryshme me njëri tjetrin. Po themi fjalën armik, do të thotë që situata te kalon kundërshtimin dhe secili nxirr edhe vepron. Bjeri, bravo. Tani, puna është këtu. Partia Socialiste, pa Partinë Demokratike, nuk mund të shkojë në asnjë vend. Sepse Partia Demokratike është forca e dytë politike, u normuar me 11 maj nga populli pakic, që votoi. Dhe i imponon pakica shumicës, popullatës. Edhe duke thënë se 101 deputet në parlamentin e ri dëmton 1. Demokracinë, 2. Siguron Ramës mandat të 5 në rast se shkojmë me 101 deputet. Ja them 100% nuk ta. Po u bë kjo masakër, mbaroi puna e Partisë Demokratike. Ose Partia Demokratike të shpiki në ndryshimet kushtetuese, të marrë dhomën e Senatit apo në i dhomë të bëj ato pleqt e menshur që janë këto gjëra, dhe të jenë gjithë demokratë aty. Pra, 39 të tjerë që nuk janë më deputet, të bëhet në një dhomë tjetër, edhe Partia Demokratike të ketë shumicën aty. Atëherë kundërshtoi Meta, po tani Meta është brenda. Plus që do digjet nga kjo partia e tij, po s'ka kush e kundërshton këtë marrëveshje. Flas nga figura momentalisht nuk e di a do kundërshtohet, si do kundërshtohet, mbetet për tu parë, po unë personalisht e kundërshtoj uljen e mandateve nga 140 në 101. Unë them që ndryshime kushtetuese nuk kanë nevojë, ndryshime territoriale nuk kanë nevojë, dhe pra ndryshimet e administratës territoriale flas. Kjo dhe mund të hajë diskutim kjo e territoriales. Nuk ka, sepse në çdo gjë, në çdo projekcion që ti ta vendosësh, përsëri Partia Socialiste nuk do lejoj në asnjë moment dhe në asnjë rrethan që Partia Demokratike të fitojë nga ndarje territoriale. Kjo është anë tjetër nga aspektin politik. Po çfarë është ajo? Po atë, më fal, edhe një herë, 61 bashki që janë përfshirë në 12 qarqe, Partia Socialiste në 2015 mos gaboj, i mendoj shumë mirë për 2017-ën. Pse Partia Socialiste në 2017 mori sa mori deputet, aq deputet sa mori? Sepse Luli rrinte jashtë parlamentit dhe la në rrezik pushtetin e Partisë Demokratike. Që do të thotë Partia Socialiste e të shfrytëzoi këtë, e la Lulin tek jashtë duke pritur derisa të vi jurikim, i erdhi jurikime pas ku përfundoi dhe Partia Socialiste përfitoi nga kjo ndarje territoriale dhe nuk besoj unë që Partia Socialiste do të thotë po tani jam dakord që të vi PD-ja e të rrim edhe ne në 20 vite në opozit. As bëhet fjalë, ai e tha deri në 2050-ën, tha s'doja mund të dikush tjetër, po deri në 2050-ën pse jo. Pra e kuptoni çfarë do të thotë kjo gjë. Kjo do të thotë që me ndryshimin kushtetues, prapë do jetë në disfavorin e Partisë Demokratike, pra e të opozitës në tërësi, por e të partive të tjera parlamentare, se do shkojmë në prodhimin e modelit amerikan me 2 parti kryesore, dhe pastaj, tek pjesa tjetër e ndarjes territoriale për sa i përket 61 bashkive, duke i çuar për shembull ato bashki në 30 ose 31. Çfarë ndodh në këtë situatë? Po përsëri Partia Socialiste përfiton, sepse nga jugu do ta vendosi jugun në favorin e saj ashtu siç e ka vendosur aktualisht, në favor flas të jashtëzakonshëm që flasim. Pra Partia Socialiste nuk ka nevojë të dalë në fushat, thjesht vetëm të çelën zgjedhjet. Se nuk del në fushat Partia Socialiste në jug të Shqipërisë. Avokat. Në veri po ashtu nuk del sepse e din shumë mirë se si figuron si format politik dhe jugu i imponon shumicës dërmuese të Shqipërisë që kush do të jetë në pushtet.